Ekziston brenda një arsye pse u bë çështja e diskutimeve publike. Ekziston një arsye pse duhet merren opinionet të shoqërisë civile, organizatave profesionale, asociacioneve të bizneseve etj. Ekziston një arsye. Prandaj është një nga indikatorë që u vendos në kuadër të planit të rritjes. Prandaj Sigma e monitoron me kërkesë të Komisionit Evropian e monitoron këto. Të gjitha këto projekt ligje kanë mundur të kalojnë në vitin 2025 pa shmange. Jo, qëre, prap, ti e përmene më herët çështjen e deklarimeve të liderëve politik për çështjen e zotit Kunjufca për zgjedhjen e tij për kryetar të kuvendit. Në vitin 2025, raporti i Komitetit për Punë Jashtme të Parlamentit Evropian e quhen vit humbun. Dhe arsyeja pse është vit i humbun është se unë e quaj këto trendi fajlënjes politike. Do thot edhe prapë po vazhdon këtu. Me keqardhje po e thëm, po prapë po vazhdon këtu, ju po e potenconi faktin që të gjithë liderët kanë deklaruar për zotin Konjufca. Dhe bëdau e patëm kryetar të kuvendit zotin Basha. Do thot nuk u avancu Konjufca për kryetar të kuvendit në atë kohë, ku me kërkesë të opozitës. Tashti për president vendit qenë ka i mirë. Do thot, ti marë, ti marim nuk po diskutoj unë në çështje, nuk po diskutoj qëndrimet politike. Tashti, po merren si bazë deklarimet që janë bërë në 2025 që të avancohet për kandidat për president edhe të pranohet. Do thot, çështja e transparencës nuk është ky trend i fajlënjes. Çështja e kërkesës së transparencës është të dilet me një kërkesë specifike, t'ju thuhet partive politike, ose bini kandidatë e juj, edhe t'i masim. Po vazhdimisht ju kemi thënë. Okej, tentone pra atëherë. Kandidatë e juj. Ju kemi thënë që ja u japëm edhe 30 në shkrimet tona. Kjo është një allot 30 në shkrimet se i ke harxhu. Jo, para se të bëhet dy kandidatë. Nuk duhet me qenë, sepse është kurth politike, është vetë për t'ja bërë korumin. Po mirë me le të sjellin ata një emër, po ata s'kan sjellë emër. Ata nuk mujnë mi thonë, dëgjoj, nuk mujnë i upin zgjedhjet. Kina up zgjedhjet, edhe Kosova në krizë, këtu s'ka me funksionu ma kur gjë. Kjo nuk mund ma mu të leru. Me lëvizjen vetëvendosje, kjo s'ka mu të leru. As nuk ka mu të leru që brenda natës, kur qohet atje mëngjes një vlloj deputetit, mi ardhi mesazh mi thonë, këtë javë t'i bësh ambasador, se ka nej djenë sot. Do të me ndru këtë trend. Po nuk është mirë me ngut, se nuk është që këni bona e O jo, këto ta garantoj. Këto ta garantoj që lëvizja vetë vendosje. Nuk hene kësi pazare për me përfitu poste. Keni thirë mëre njerëzit Nuk e përfundoj. Njerëz mëre, cëtë njerëz, kujti kina ebë në terminale. Me kënë ka komunikuar. E se keni dhonë kësit bujqësis. Me kënë. Keni dhonë subvencionet bujqësis. Nuk është e vërtet. Jo, nuk është e vërtet. Nuk është as pak e vërtet. Nuk mund është me ka pos deputet Unë është mu bazu zënja alitin deklarat nga një Gecit, se po në atë emision unë takum demantu zëtëri Gecin live, që nuk është e vërtet. Ka pas komunikim. Po jo për president. Nuk është e vërtet. Jo për president, për kryetar kuvendit. Mund është me thonë që... Po jo pazare, komunikimi është edhe sot. Komunikim ka edhe sot. Vazhdimisht. Komunikimi edhe pazare është një dalim i madh. Shumë dalim i madh. Dy kajet kundër ta shkon kjo. Veç pak, unë tash ti përgjigjnave se pak kështu po shkon dëgjëm. Ky krahasimi nuk e krahasimi për zotrin Konjufca, si emër atëherë nuk deshtu me bë zgjidhjen. Jo, përkundrazi, atëherë u bë zgjidhja, po tash nuk sellon asnjë emër, kur nuk e sjell asnjë emër. Kur afati po ec, kur koha po ec, kur ti e kini një deputet që ka dali dyti më i votuari. Nuk po vendosim si me thonë veç kështu me shërt, cili po dilni që aty se adin po bojmë ajgare me qytetarë. Përkundrazi, po e kandidojmë njeriun e dytë më të votuar në histori të Kosovës, po e kandidojmë njeriun për cilën opozita ka pas fjallët më të mira, bile LDK-ja përmenda dhe më eret, kryetari LDK-s ka thënë definitivisht ku është ta kemi një Glau Konjufca. Tash kur ti dëgjën kësi deklarata, edhe kur afati rrjedh, edhe kur nuk dëshiron qytetarëve mi shti prap në një proces zgjedhor, kur nuk dëshiron vendit mi a shpenzu prap 10 milion euro, për këtë, që e vendos një emër serios, edhe mi ju të regu që dëgjën, na nuk jem të bloku.
Nëse ju nuk keni emra, nëse koha rrjet, është nga pra ja ku e kem na një emër që është personi i dytë më i votuar në historitë Kosovës. Nëse vendosja një emër që është sipas tyre konsensual jashtë lëvizjes së vendosje, edhe me propozu e ndoshta me cilin emër kishin me u pajtu edhe partitë opozitare. Po tash, nëse s'po arrihet asnjë formulë për me u bëni marrëveshje. Unë mendoj që tash apo ka me met në çdo dy propozime të cilat i ka bë. Jo, lëvizjave të vendosje nuk kishte me bërë takime kryeministri Kurti nëse nuk do ishte i hapur që të bëhet një zgjidhje. Na e dimë të kaluarën, zotri Konjuca nuk është prej atyne politikanëve i cili kërkon pozita ose këmbgul për atë pozitë, e dini të kaluarën është tërhekur kur ka qenë nevoja për të bërë një zgjidhje dhe ideja është që lëvizjave të vendosje po dëshiron bashkarisht ta gjejmë një emër për cilin pajtohemi të gjithë dhe ta votojmë. Prandaj edhe po i mbajmë këto takime, ama betejmë kjo adin që është si me ardhë na çdo ditë ne dy mu taku, edhe unë me prit një emër prej juve dhe ju më ardhë në takim edhe unë s'kam emër. Po çka po bojmë, pra çfarë zgjidhje po bojmë? Nëse ju s'keni emër, unë tani e vendosin njerën e dytë, ma të votuar në historitë Kosovës. Ju se votoni, ulemi prap bisedojmë. A prap të pës betim, a kini emër, du jonë s'kam emër. Qëfar zgjidhje? Nuk është ka që tjetë. Kjo në fakt... Dëgjëm, a e kini po ju? Më kujtojnë atë deklarimit Albinit. Jo, ma është matematike thjeshtë, o bu. Filin me bashku e me... Edhe kjo nuk është tentim fajsie si thatë ma erët. Se qytetarët, pa dashur kështu adin të regohem, po tash detyrohem u përgjigjë adin. Qytetarët më 28 djetor kanë të regu kështë e ka fajnë për blokimin. Po, bre, në regull për kuptojmë çështjen e qytetarëve. Tash merë përgjithësin. Mirë po përgjithësia është. Kjo është matematike thjeshtë, o burë. Përgjithësia është. Apo i lypë 84 deputet. Ja, dëgjëm, adin që ishë po thuni jo. Ju po thuni lëvizjave të vendosje, u dash mu zgjuni mëngjes, edhe me thonë ne kandidojmë filan deputetit për dëkës për president. Jo. Po na pa ta. Nuk methojnë ashtu. Jo, s'methojmë ashtu. Çdo ditë ju thonë si janë në një emër. Se i keni thonë vjo sa Aliti, cili është emri i PDK-s dhe i LDK-s? Po cilin emër e kanë fol deri sot? A e dini ju një emër? Unë me çfarë informacione jo pe bëni pyetjen. Jo me informacione, se s'ka informacione. A di pse nuk ka transparencë? Po s'pas ka transparencë për opozitës. Jo për vetëvendosjes. Ja, vetëvendosja ka dalë ka thonë kështu. Transparencë as, do të thonë vetë. Jo, gabim ekipi vetëvendosjes ka transparencë. Ta ka vendosë emri. Kur në ka vendosë opozita, ta ka vendosë emri. A ka një emër të partive opozitare? A keni dëgju jo? A e kanë dëgju qytetarët? A u dalë në konferencë, zotri Bedri Hamza, me thonë, qytetarët të nderuar, kemi arrit deri këtu. Këta janë 3 emra tonë konsensual. I pari, i dyti, i treti. A mundëm i tullëm diskutojmë për këta? Jo, asë njerë. A ka dalë në erë zotri Lumir Abdigjiku, me thonë, qytetarët të nderuar. Ne i kemi 3 emra, këta janë 3 emra që po i propozojmë, t'i vlerësojmë, hajde bashkarisht t'i vlerësojmë, asë njëherë. Kjo është një tentim, krize, kur ki shpres që mos po vjen një parashut edhe po të shpëtan. Kjo është shpresa vetë me opozitës. Opozita momentin që e ka pa që nuk munden mu siguru votat për presidentën Vjosa Osmani, jënë barikadu dhe po mendojnë që shpëtimi opozitës është Vjosa Osmani. Edhe po shpresojnë aty, sepse nuk ka leadership në partitë e tyre. Nuk ka fare leadership. Ka thonë Vjosës që nëse ti diskutan, sepse çështjen veç edhe shtonë, çështjen diskutimit për votat, ja kalon Vjosa Osmanit, Albin Kurti. Do thot Albin Kurti. Për votat tjera ose për votat e tjera, ka thonë garantomi votat e vetë vendosjes sepse për çështje madje ka taku edhe pakicat. Vjosa Osmani pas kthimit, madje ka anulu disa vizita veç me i taku partitë e vogla që janë në kuvend për të siguruar votat. Po krejt kjo ka ndodhur në minutat e fundit, ka ndryshuar komplet loja e presidentit. Për te asaj folëm pak tani mandej edhe për qeverisje dhe për kuvend se më duket që me fol më shumë për president.